Islamit edhe i krejt kësaj çështje që quhet kaos Islamet, dashur vëllezër, fillon me namazin. Pejgamberi Islam nuk ka thënë kurbani është shtyllë e fesë. Çfarë ka thënë? Namazi është shtyllë e fesë. Edhe këtë kush e argumenton? Ajeti e argumenton. Nuk o thjesht thënie Muhamedi alayhis salam pse ka desh ta shkarkoje egon e tij ose frustrimin, ai s'ka pas frustrim, elhamdulillah. Por Allahu e përmend në Kur'an, thuaj namazin, pasi të bësh namazin ta, si duhet, atëherë je i gatshëm të bësh edhe kurban. Nëse ketët namazi, kurbani, wa nusuki, wa mahyaye, jeta ime, wa mamati, vdekja ime, lillahi rabbil alamin. Shumë e pastër si kristali. Këto 4 gjëra mbajnë mend sot edhe u kri Islami jot inshallah. I përmbledhen shumë gjëra përmbledhen këto. Më thonë, nëse ti e bën namazin, Allahu ka thënë për namazin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazin ndalon nga amoraliteti, nga e keqja. Do të thonë, ti nuk bën amoralitet nëse fale namaz. Ama nëse fale si duhet. E din çfarë është namazi? Lidhje zemrës, e shpirtit, e trupit, e mendjes, e krejt asaj qenjes tënde të brendshme dhe të jashtme me Allahu xhaleshanu. Kjo namaz. Edhe atëherë kurbani, kur themi kurbani, ne edhe me njëherë shkon mendja ke lopa, ke devja, ke dashi, ke delja e kështu me radhë. Por kurbani, të dashur vëllezër, kurbani është më i madh se sa një dele. Kurbani është më i madh se sa një lopë ose një deve, sipas Kuranit. Pse? Sepse është gatishmëria për sakrificë. Kjo është kurbani. Kur Allahu na thot inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Au ka shku ndonjëherë ndërmend ta mirni përkthimin e kësaj dove, e kësaj sureje. Është shumë interesante. O Muhammed, Allah i thotë ina atena, ke surja Kawthar. O Muhammed, ne ty ta dham Kawtharin. Eta, çfarë është Kawthari ka aty në tefsirin e Taberiut, Kurtubiut, Ibn Kathirit dhe në hadithet e pejgamberit Islam, komentohet kjo, por shumica e dietarëve mendojnë se Kawthari është ai burimi në ditën e gjykimit apo në xhenet nga i cili do të pinë ujë banorët e xhenetit. Edhe këtë Allah ja ka dhënë Muhamedit alayhis salam që do japë ujë besimtarëve në ditën më të vështirë të gjykimit. Fasalli li rabbike, shkoni përsëri do të ndërlidhe me namazin. Shkoni si e fillon Allahu xhelal këtë dovë. Dhe fal namaz për Zotin tonë. Fasalli li rabbike wanhar. Në 2 vende në Kur'an e gjejmë namazin para, pastaj e gjejmë kurbanin. Interesant. Në krejt vende tjera namazi është i lidhur me zekatin. Ju dini, e kimu salate wa atu zekat. E keni në ju, bile përmesh ndoshta ke veshje, e keni këtë mendje kur falen hoxhën namaz ose kur lexojnë Kur'an, e kimu salate mbi 17 herë namazi është i lidhur me zekatin. 2 vende në Kur'an namazi është i lidhur me kurbanin. Në surë, në Kur'an e keni. Në hadithe ka shumë atë hadithi që o përmendë, me thonë, nëse ke mundësi të bësh kurban dhe nuk bën kurban, atë ditë është e tut që kësh në xhami. Nuk thot nuk je musliman, nuk thot nuk e ke namazin kabulës, sa këfërullah, mos e keq kuptojmë. Aman, ti ke, dhe me thonë, çdo gjë gjatë vitit nuk kursen as darsmën, as muzikat, as kuedione, ka 12 muaj para i rezervon. Kurbanin shumë e kemë bëha, e kam bëha shumë, krejt parkingin e kam bëha shumë, jo vetëm kurbanin, krejt i kemë bëha shumë tash. Ama nëse ke bane kurbanin, bane. Pse duhet ta bësh? E këtë Allahu e përmendën, wa nusuki, është gatishmëri për sakrificë. Që do me thonë, ti je i gatshëm, o i dashur vëlla besimtar, për Allahu nuk kursen asgjë hiç. Asgjë hiç. Nëse je në gjendje të bësh një darsëm 30.000 euro edhe 210 euro të vëdhimsen për Allahun, atëherë ma në piqe nuk është kooperacia jote. Mos u idhmo, në piqe është imani jote.
Ka diçka që është halama shumë pyetje. Pyetja është sinqeriteti jot me Allah, sa i sinqert je. Që Allah me kurbanin këtë në bën me dije. Thot, o besimtar, o Hasan, o Husein. Ibrahimi, e dini pejgamber që ka pas me emrin Ibrahim, po. E dini historinë e shkurtër emocionale të tij. Se çfarë vuaj që ka pas Ibrahimi alayhis salam, dhe çfarë gatishmërie për të dhënë kurban gjithçka. Ibrahimi alayhis salam, ju dini, deri në pleqërisë ka pas fëmijë. Me Sara nuk ishte fëmijë, ashtu. Ka pas 2 gra. Gruan e parë kishte Sara, ajo ishte shumë e bukur, ka qenë femra më e bukur asaj kohë, ama s'kishte fëmijë. Mbreti i Egjiptit ka një histori, është pak si e gjatë, i dhuroi Ibrahimit alayhis salam, kur Ibrahimi shkoi në vizitë në Egjipt, i dhuroi një europesh me cilën u martua, ajo e kishte emrin Hajer. Edhe Hajeri e lindi fëmijë Ismailin. Kjo do të thonë, shkoi një periudhë gjatë që ai s'kishte fëmijë. Gati se ai fëmijë erdhi Ismaili në pleqëri, Allahu ja dha. Edhe pastaj normal atë pjesën tjetër që ju e dini shumë mirë, mbasi Allahu ja dha Ibrahimit Ismailin, normal gruaja e parë filloi të xhelozoi. Ajo xhelozoi edhe për Hajerin, ama xhelozia e saj u shtua më shumë kur asaj Allahu i dha fëmijë Hajerës, edhe ajo tha, këto ditë të më largosh nga shtëpia, edhe i çoi në shkretëtir që sot është Mekja. Ama nuk i ka qenë rastisht. Si ka qenë rastisht. Pse nuk i çoi dikundi ka Jordani? Pse si çoi dikundi ka Palestina në Quds? Jo, i qoj me një shkretëtir e cila apo në të cilën sot është qyteti i Mekës. Nuk ishte Mekë, s'kishte Mekë. Krejt shkretirë ishte Kodra, Safa, Merva që e bëjnë agjilere sot Saje në kështë më radhë. Edhe ato nuk ishin ala emra, se s'kish ku të bëvene emra. Edhe tani shikoni, Allahu përmes familjes së Ibrahimit alayhis salam, dashur vëllezër, në të regon se si duhet të jetë një familje sot, edhe sa e gatshme duhet të jetë për Allahun të sakrifikoj gjithë shka. Pse i hudhin gurët e shejtanin mine? Pse i hudhin gurët? Në mine ka ndodhur historiku më interesant kur shejtani shkon edhe i thot Hajerës, Ibrahimi djalin nuk ta ka quajtur misafir, ta ka quajtur të ta therje, ta bëjë kurban dhe me kapani ëndër. Edhe Hajeri e gjuan me 7 gurë, ashtu. Shkon pastaj te djali, te Ismaili. Djali vogël, sa ka fillu të hecë kështu, ndoshta më i madh ka qenë tash, po djalë, fëmijë ka qenë. Dhe i thot baba nuk çon misafir, çon të therje. Edhe ai e gjuan, thot nëse Allahu ka urdhëruar, thot largohu. Shkon ke Ibrahimi alayhis salam. I thot o Ibrahim, atë ëndrrën që e ke pa nuk është prej Allahut, është prej shejtanit. Ibrahimi e gjuh me gur 7 herë, 7 gur dhe i thot, ti e shejtani, largo. Një familje, baba, gruaja, fëmiju, komplet janë të gatshëm të kurbanizohen, të flijohen, në i dashur baba. Edhe për ato që u shkon në ndërmend, Ibrahimi ishte i gatshëm djalin të bëj kurban për Allahut, mu më dhim se në 210 euro. Krisa shumë, edhe unë jetoj këtu si jam për Jupiteri, në gjdo gjo është bërë kriz, këtë di, ama mos therë. Diti mos therë. E di pse mos therë, se hinë gjina. E pagujta më shumë, ma do që kuletër, ki hoqë ose, ku edhe unë. Mos therë, jo. Se, e di pse mos therë, sepse e pagu një gjina, jo, ti s'pagu në kurban, ti pagu një gjina 200 euro, bo gjina, e në gjina ti jenë bo shtrit. Problem është e. Andaj, sinceriteti jonë do t'jetë shumë i matët i dashur Allah, karakteri matët do t'jesh. Allahu, di çfarë thot në surën Enam? Te Allahu, shumë e bukur është kjo. Ke Allahu nuk mbrin as gjaku juaj i kurbanit tuaj, as mishi i kurbanit tuaj. Walakin yenaluhu taqwa minkum. Po mbrin devotshmëria juaj. Edhe Allahu, devotshmëria, gatishmëria, sinqeriteti, dashuria jote për të sakrifikuar për Allahu. Edhe xoja atë psikologjinë e kurbanit të Ibrahimit. A deshi vërtet Allahu ta shohe
Si e therën Ibrahimi gjallë? Ku ka therë me gjallë? Edhe mos në keq kuptojnë, edhe dëgjuesit po dhe ju. As pak. As 1% Allahu nuk ka desh të shoha se si e therën Ibrahimi gjallin. Por urtësin e therjes së djallit Ibrahimi se ka ditë. A i vetëm ka tërgu gatishmëri, por nuk e ka ditë që Allahu nuk don kita therje gjallin. A i ka medu se don, ku e dim ne Allahu farë ka desh të bojë me Ibrahimin. Po tash e dim, normal. Po Ibrahimi se ka ditë, Ibrahimi ka thonë, o Zot, a ti thua, po, dhe bojë dhe gjallin, s'ka problem, kurban. Allahu s'ka desh të shohë, edhe s'ka desh që Ibrahimi gjallin të bojë kurban. Jo. Allahu, e kjo psikologjia e kurbanit, Allahu ka desh që të shohe a ka mbet në zemrën e Ibrahimit ende diçka e kësaj dynjaje që është i lidhur ai. E kuptoni? Se historia e gjallit Ibrahimit, Ismaili, është shumë interesante. Se kish gjallë. Por imagjinoni sot, për shembull, një bab, një çift bashkëtorë që nuk ka fëmijë. S'ka fëmijë gjatë 30 vjet. Mbas 30 vjetëve Allah i thot, ta do ta fëmijë, ja fëmijë, fëmija fillon qeshje të folje ka pak, moshën 2 vjeçare, 3 vjeçare, 4 vjeçare, 5 vjeçare ma lidhet shumë me babën me nanën, ma në thot Allah i thot, tamam tash, haj shko there për mu. A do e kish bodi kush? Askush, askush, me garancë. E Ibrahimi tha po, se Ibrahimi ishtë njëri, prej gjakut, prej kocit, prej sistemit nervor, anatomin ton, krejt njësoj. Por ishtë i zjedhur i Allah, i cili adha besën Allah që unë për ty do am ditë gjithë shka. Edhe Allah deshte të shoh, a ka mbet në zemrën e ti diçka prej kësaj dynjaje. Edhe psikologët islam thonë, kurbani nuk është thjesht therje dedhes dhe dashit dhe lopës. Kurbani është therje e egos. Ne bëjmë kurban egon tonë, o i dashur vlla. Çfarë është egoja? Egoja është ajo pjesë e brendshme në trupin tonë që anon gjithçka, çdo herë ka epshi, ka dashuria për dynjan mbi Allah, ka dashuria për krenarin mbi të vërtetën, ka dashuria për të zezën mbi të bardhën, do të thonë gjithmonë anon nga ajo që të kënaq ti nefsin tënd. Edhe në momentin që kjo dashuri e 210 eurove ty të rritet, se shetani qatë donë, atëherë Allah të një jep mu këto, të janë për mu. Edhe ti zesh, hiq, a i hiq, e kanë fjale me nefsin, ti bën luft me nefsin, jo më Allah. E kjo është ajo, gatishmëria sa i gatshëm të sakrifikosh për Allah dhe lëshanu. Kjo është kurbani. Allah deshti të shoh, edhe donë të shoh keme, dashur vëllezër, në këtë dynjon e folim edhe në uxhollarët, pa edhe kur zate kemi bashkë në mëxhlise të ndryshme, unë e dua Allahun, ma para, e dua pejgamberin, e dua babën, edhe e dua nanën. Këtë kemi mësuar për menç kur ishim vogli, sa kemi filluar të folim, ashtu. E këto që i kemi mësuar këto shablone për menç kur ishim të vegjël, sot vin koha ti praktikojmë. Sa e don Allahun. Allahun e deshka atë shumë sa që të dhimë se në 210 euro. Ose Allahun e donë atë shumë, sa që të dhimë se në 7.000 euro për haqilot. A bon shtrejt, mos shko, sos ke punë. Këtë pasronja. Haqilotu, zeqati, kurbani, janë për ato që kanë, dashur vëllezër. Hiç pa ngarkes, hiç mos u ngarko. Abe nëse pak, jo të prishet zemra, nëse pak e shes që 210 euroja ta prishën në rendin e shtëpis, ama të rendin vital, jo për du të blej iPhone 16 ose 17, jo për iPhone-in. Ta prishën në rendin, për shembull, atja aposh vajzës për fakultet, ose gjallit për fakultet, ata presësh kurbanin, jepja gjallit, le shkruaj fakultet. Gjallit jepja vajzës, bleje mielin, bleje vajnë, sheqerin, krejt, s'ka problem. Ku di kesh krejt tamam, therë dhe kurbanin, usos punë. Nuk i ke tamam, mos e therë. Allahu don
që ti t'jesh rahat. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Në Kur'an e keni mirë ajetin, ditë rëvende përmendet në njëjtin kontekst. Allahu don që u lehtësoj, o i dashur Allah, nuk don që u vështirësoj. Ke parë të shkojsh në xhillok, nuk ke Zoti nasip të bo, nuk të boni nasip, se vapin e ke sikur me shku. Ta garantoj unë, si hoqë. Nisoj sikur ato që kanë shku, edhe ti që s'ke shku, po ke shumë qejf, e ke njëti se vapin, inshallah. Ta argumentoj ma jetë kuranor, po. Walakin jenaduhu takwa, a thot për kurbanin që nuk shkon mishi dhe gjaku ke Zoti, po. Po edhe të haxhiloku, nuk shkon trupi, nuk shkon euroja, nuk shkon autobusi, nuk shkon Airbusi, shkon shpirti jot dhe takvalloku jot dhe gatishmëria jote që ti të rish për Allahun, të sakrifikosh gjithçka, të shtihesh në tavaf, mund të mbisi, mund të vdesësh, mund gjithçka o Zot, vetëm ndodhje gjithçka, un kam qejf të çoj urdhnin tan në vend, o Zot. Ai këtë vlerëson. Ashtu thuan psikologët islam, jo çfarë duam ne në këtë dynjë, por çfarë don Allahu. E Allahu don kurban do pres. E Allahu don haxhillok do shkoj. E Allahu don të vritën për ato, do vritën për ato. A thonë në ajet, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. O Zot, Allahu mëson pejgamberin, neve sot na mëson. Thuaj namazin, kjo është shumë e rëndësishme, kryesorja është, shtylla. Kurbanin. Jeta ime, se dhe jeta është lloj kurbani, ashtu. Vdekja ime, shpirti është e dhurata më e madhe, më shumë neve krejtve këtu bashkë me moqën adhimse, o shpirti, e dini. Shpirti, pastaj vijnë të tjerat. Ama krejt këto që në adhimse, lillahi rabbil alamin, për Allahun, Zotin e botrave. Këtë grad, këtë shkallë, kur dhe arrim, kemi arrit në nivelin e dashurisë mes nesh edhe mes Allahu Gjellëshanu. Kjo do të arrit dashurisë. Edhe me kurbanin, edhe me namazin, edhe me jetën, edhe me vdekjen, edhe me haxhin, edhe me gjithçka tjetër. Allahu inshallah i pastron zemrat tona inshallah. Inshallah haxhileret tonë që kanë mbrih shëndoshë mirë, inshallah kënaqen dhe i kryjnë të gjitha obligimet, ashtu siç duhet bëjnë dua edhe për vetët e tyre, që Allahu atyre do afal gjitha gjinat, por edhe për ne që i kemi porositur inshallah, edhe të na kthejnë shëndosh e mirë, edhe Allahu inshallah u abof nasib gjithë atyre që nuk kanë shku të shkojnë edhe na pranoj neve kurbanet tonë, agjerimet tona që i kemi agjeruar të ditë të bukura të Dhulhijhes inshallah. Dalim prej këtij muaj edhe prej kësaj feste me ibadete të pranuara inshallah, me haç të pranuara tyre, me kurbanet të pranuara inshallah. Walillahi al-Fatiha.